Bashkia e Durrësit, në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve Urbane, ka paraqitur planin vjetor të menaxhimit të integruar të mbetjeve për periudhën kohore 2026-2031, me synim zhvillimin e një sistemi modern dhe të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve në territorin administrativ të Bashkisë së Qytetit. Plani, sikur se u tha në takimin e organizuar, bazohet në parimet e reduktimit të mbetjeve, rikuperimit të burimeve, mbrojtjes mjedisit dhe përfshirjes aktive të komunitetit, duke kontribuar në një model të orientuar drejt ekonomisë qarkulluese. Bashkia e Durrësit, e dyta më e madhja në vend, përballet me sfida të vazhdueshme në menaxhimin e mbetjeve urbane për shkak të densisë së lartë të popullsisë si dhe bizneseve, sidomos gjatë sezonit turistik. 2 apo 3 fishimi i popullsisë shumë fishon dhe ngarkesën mbi shërbimet bashkiake të pastrimit. Për këtë arsye është theksuar në takimin e organizuar forcimi i bashkëpunimit mes bizneseve, qytetarëve dhe institucioneve me nisma të përbashkëta, si dhe rritja e ndërgjegjësimit publik dhe edukimit për menaxhimin dhe reduktimin e mbetjeve, që mbeten objektivat e këtij plani, i cili pritet të miratohet në periudhën në vijim.